Mirë mëngjes, mirë se erdhët në këndin e kuzhinës, ku tani na pret shije, aromë, gati. Sigurisht. Edhe informacione si çdo ditë, Patjetër. që i marrin për vlerat ushqyese të një përbërësi specifik. Po çfarë do gatuajmë se aromat që pa e filluar punën sot ku tërbojnë? Sot do të përgatisim një, më tepër mund të themi shqip fërges. Shqip themi fërges? Po, fërges. Pastaj mund të thuash peshk ton me perime, me erza, por një fërges me peshk ton, alla shqiptarqe. Fërges alla shqiptarqe me peshk ton, zonja Ljoca, ti surprizat i ketë të tuat përfundimisht. Do përgatisim dhe linguine me arra dhe me spinaq. Shumë mirë. Dhe me djathë gorgonzola. Shumë mirë. Do me thë sot tryeza ka përbërës që me të vërtet kombinohen shumë mirë bashkë me njëra tjetrën. Dhe në vlera ushqyese, aman. Pa tjetër. Atë e themi dal nga dal gjatë rrugës. Po, dakord. Mirë, unë po ka pak flokët e mija dhe nisim nga puna zonja Vjosa dhe do ta nis me lëngun tim edhe me shtrypsen e frutave kenvut, ta bëj shpejt e shpejt lëngun e mollës edhe vazhdojmë punën. Pastaj nuk ndalojmë. Ndërkohë unë po filloj me peshkën ton, me përbërësit, na nevojiten 160 gram peshk ton, mundësisht nga i që është i konservuar, po do ta zgjidhni jo me vaj, me ujë. 300 ml salcë domate, jo salcë lëng, po të ketë me copa domate, një 2-3 qep të njoma, një lugë kaperi, edhe kaperi do të jetë në krip i konservuar që ne e shpëlajmë, 4 vezë të zira, krip, piper të zi dhe pak majdanos. Atëre fillojmë me këtë recet njërë, pastaj hidhemi ke receta tjetër. Ke filluar çdo ditë kështu si me lezet, si avash, në i gatuan nga 2 receta, në mos një të parë dhe një të dytë, gjithmonë ka një kombinim, zonja Vjosa. Po, do njëra dhe një. Do të na bësh të gjithë dhe shumë të shëndetshëm, të na mësosh me vaktet e shëndetshme, me mënyrën e të ushqyerjes, ashtu siç thot edhe Rolina gjithmonë në fakt. Dhe si zakonisht, unë punën e filloj me vaj në ulliri altis. Do të hedh në tigan 4 lugë vaj ulliri. Edhe mua që më mjafton. Prandaj thash dhe zgjedhja e peshku ton nuk do t'jetë me vaj, po do t'jetë me ujë. Do të marë qepët, nëse ato janë shumë të holla, unë në recet them 3, po ju nëse qepët janë të holla fare, mund të vinë edhe 4, nuk ka fare problem. Do t'i pres pjesën e bardhë të qepëve në unaza të holla. E hedhim qepën o tigan dhe i lëm atë derisa të ndryshoj pak ngjyrë. E fundit. Mbarova. Sa po qepa të filloj të shpërbëhen këto rrafët, dhe të marri pak fare, jo ngjyrë asnjëherë kur të vëm qep, ndonjë ditë që do të na duhet ndoshta e ngjyrosur, do ta theksoj. Asnjëherë, po, urdhro. Mund të përdorim dhe qep? Sigurisht. Jo të njom? Mund të përdorim edhe qep jo të njom, por mund ta përdorim qepën e kuqe, nëse është jo e njom. Por, tani në treg në këtë moment, ka gjëndën. Duhet shfrytzuar këtë rast, se qep të njoma ka sa të duash. Atëhere, në këtë moment, do të hedhim, si thash, 300 ml salcë domate, jo lëng, po nga jo që është me copëza të vogla. E heqim. E ka urdisim. Do ta ulim pak temperaturën. Do ta lëm që të zjej salca dhe qepa për një 6-7 minuta. E shohim me sy, derisa ajo të mos ketë shumë lëng. E kontrollojmë gjatë punës, po. Ndërkohë, ne marrim një pjatë dhe bëjmë gati për bërësit e tjerë. Okej. Kapëri do t'i presim pak. Të duhet një pjatë e madhe? Jo, mjaftueshme është ajo. Okej, kam këtu gati.
Ato kapërit e vogla do t'i presim, a? Po, do t'i presim në copza kështu të vogla, nuk e hedhim kështu. Një lugë kafeje është e mjaftueshme. Do të keni kujdes se peshku ka pak krip, kaperi ka krip. Dhe duhet kemi kujdes të sasia. Bravo. Gjithë këto janë tregues që ne do të jemi shumë të kujdesshëm në fund kur të hedhim kripën. Okej. Ja dhe kaperin. Nuk i kemi pas përdorur më përpara këto. Erza. Si kaperi, jo. Ishte Tani, pak e vështirë t'i gjendin, po, faktikisht. tani në për supermarkete ka sa të duash. Ndërkohë, unë kam zjerë 4 kokra vezë. Po. Vezët do t'i presim në 4. Në feta. Është përbërës, ma e pat pjatën? Është përbërës kryesor. Përbërës kryesor është peshku, Është peshku. mund të themi që është aksesor. Aksesor. Mirë, aksesor ose kryesor, zona Vjollca. Ne kemi një material shumë interesant përgatitur pikërisht për vezët. Ta ndjekim në këtë moment, thua, duke që se dhe ti po pret vezët, edhe mua më shkoj mendja Po. kështu me një herë. E ta ndjekim regjia të lutem materialin për vezën dhe rikthehemi. Vezët janë konsumuar prej kohësh nga njerëzimi në mijëvjeçar. Në kohë historike, romakët e lashtë hanin vezë palloi, ndërsa kinezët kanë konsumuar shumë vezë pollumbi. Pavarësisht vlerave ushqyese të vezëve, ka disa çështje për sa i takon shëndetit që varen nga cilësia e tyre, ruajtja dhe alergjia individuale. Vezët e pulës janë një industri globale. Më të konsumuarat në historinë e njerëzimit janë më së shumti vezët e pulës dhe të strucit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave, të adaptueshme për lloje të ndryshme recetash, nga të ziera, të skuqura, të rrahura ose të mbushura. Vezët janë kthyer edhe në një simbol socialo-fetar. Me kalimin e kohës, disa grupe kanë inkurajuar konsumimin, dekorimin e vezëve në festimin e ngjarjeve të caktuara. Shpendët nga të cilët përftohen vezët për konsum njerëzor, mendohet të jenë zbutur 1400 vjet para erës son dhe ka prova arkeologjike për konsum të vezëve që datojnë që në periudhën neolitike. Por kur njerëzimi ka filluar të përdor vezët e skuqura, historianët e ushqimit flasin për një praktik të lashtë pa datime apo arsye të veçanta. Zbutja e shpendëve në masë të madhe ka rritur probabilitetin e konsumimit të vezëve tek popujt e lashtë. Nga disa grupe të tjerë, kjo mendohet të ketë filluar në kinj 6000 vjet para Krishtit. Përdorimi i vezëve në ëmbëlsira sipas historisë të kuzhinës është bërë nga egjiptianët e lashtë dhe nga popujt romak. Në kuptimin simbolik, vezët mishrojnë esencën e jetës. Njerëzit nga kohët e lashta deri në ditët moderne kanë përdorur vezët edhe për të profetizuar të ardhmen në kuptimin e riteve të ndryshme magjike. Vezët simbolizojnë lindjen dhe besohet në sigurimin e pjellorisë. Ata gjithashtu simbolizojnë rilindjen dhe jetë gjatë, madje deri edhe në pavdekësinë. Ishte kjo një material me të vërtet interesant që doroshi dhe vëmendjen tonë përgatitur për vezë. Po, sidomos ato pikturat në të. Ndërkohë le t'i kthehemi gatimit dhe recetave të sotme dhe le të shohim regjia të lutem pak përbërësit e recetës së parë që është peshk ton me vezë dhe erza me perime. Po. Për këtë recetë na duhen 160 gram peshk ton, 4 kokra vezë, 3 kokra qep të njoma, 300 ml salcë domatesh, një ftufë majdanos të grirë, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë kafe kaperi dhe krip. Po. Këta e të gjithë përbërësit. Duhet kemi të shfaqura besoj në fund edhe kaloritë përkatëse për recete që do të shfaqen me Po, një herë në kaloria përfundim të përbërësve. 291, karbohidrate 12.5, proteina 22.5 dhe yndyrë 17.5. Shumë mirë.
291 në total, 12.5, 22.5, 17.5. Yndyrë. Mirë, Tani. si recet? Shumë e mirë, shumë e goditur. Ndërkohë, në këtë moment, si që shikoni, tani, lagështira e domates edhe qepës nuk është më në tigan. Edhe bëhet ajo ndarja edhe është ndarja ku na del vaj në sipërfaqe. Atëherë, në këtë moment do të hedhim peshkun ton, që për ato që sapo kanë hapur televizionin dhe na ndjekin ne, e theksoj, peshku nuk duhet të jetë nga ai që është i konservuar në yndyrë. E hedhim dhe peshkun, unë e kam kulluar nga vaj, dhe me majën e lugës fillojmë edhe e coptojmë. Është një gatim shumë i shishëm. Jo, se nuk është receta ime, receta është mirë, përgjithsisht pastat, mënyra se si kombinohen përbërësit për të kryer realizimin e salcave. Kjo mund të shoqërohet me pastë, por nuk e hedh pastës. Kjo është pjatë më vete. Më kupton? Është peshk ton, ai thot me perime, për arsye se ne do të përdorim qepën e njom, do të përdorim dhe majdanozin. Por nga përbërësit dhe mënyra e gatimit, mua më tepër më ngjan me një fërgesë. E qartë. Po, që ne zakonisht i bëjmë me mulqira. Mund ta servirëm gjithashtu në një tas, po. Balte. Po. Do të ishte interesante. Interesante do ishte. Ashtu do ta servirim dhe ne. Në fakt, këto janë receta zonja Vjoca që na shërbejnë shumë, pasi nëse i gatuajmë, me të tilla receta ne mund të konsumojmë diçka edhe në zemër, mund të konsumojmë diçka edhe në darkë, për ta bërë tryezën më të shijshme dhe më të larmishme, është vërtet, edhe më të pasur. Edhe në shije është një recetë që mund të përdoret edhe kështu siç është, për një emergjencë, po. Dhe siç e the vetë, i ka të gjithë përbërësit brenda. Veza vërtet është aksesor, po veza është një ushqim që dhe në dieta të përdoret, po dhe të mban. Po, absolut, është me të vërtetë i nevojshëm për është e pasur me proteina, po. Tani, gjithçka këtu, pothuajse është gati. Në këtë moment, kaluan aty tek 7-8 minuta. Do të bëjmë gati në çik majdanoz. Kemi të freskët fare majdanoz. Shumë të freskët e kemi. Dhe që nga dhe i bukur. Si ty. Pa. Ja, unë dhe majdanozi njësoj. I heqim bishtat, se në këtë moment majdanozi ka pak bishtat e mëdhenj. E fort. Po. Edhe i marrim vetëm. Tani gjithçka këtu është gati. Do të hedhim pak majdanoz. Brenda. Zonja Vjoca, majdanozi është ai që përgjithsisht përdoret për heqjen e aromave. Po. Për ta hapur të gjallë? Kur ha hudhra. Po. Nuk e dëshirë që ti të mbaj normal. Kush ka dëshirë, s'ka dëshirë asnjë. Të mbaj goja e ra hudhra, atëherë konsumojmë çik majdanoz. Po ndërkohë qefin e kemi të madh të konsumojmë hudhra, sidomos tani që janë hudhrat e njoma. Kemi dhe një mundësi për të hequr atë aromën. Janë shumë të shëndetshme. Ja. Gjithçka tani këtu është gati. E kemi dhe pak vezë të zjera, po të duam për dekorin në fund. Po sigurisht, ato i vëmë gjithmonë për dekorin në fund. I hedhim dhe pak piper të zi. Dhe receta është gati. Më jep një lugë nga ajo luga. Po. Ta gjej pak lugën, do atë lugën e madhe. Ja, këtu. Këtu zakonisht është ja. Si, nga bishti e njofti. Në një herë, pam. Zonja Vjoca, më shkon mendja mua. Po. Ty. Në vend shkuton. Po. Edhe pse në fakt kam përshtypjen përbërësi kryesor në recetë. Po. Mund të përdorim sallamet e hëvës sipas shijes dhe dëshirës tonë. Patjetër. Besoj që do të realizohet në një shije ndryshe. Patjetër. Por brenda kënaqësive dhe shijeve tona mund të përdorim pa problem. Sallamet e hëvës ne mund t'i përdorim për çfarë do lloji gatimi. Ku të doni ju? Unë nuk e thash kot atë ditë që ti që nuk e haje gjellën me lakër, mbete shumë e kënaqur. E vërtet. Të pëlqeu shumë. Po, sepse lakra pothuajse nuk ndiej fare në aromë. Atëherë? Ishin shkrirë të gjithë përbërësit bashkë dhe unë përvecë se ta shijoja e harrova faktin që në fakt në përbërje të saj kishte lakër.
por e thënë kjo, regjia të lutem, ne pëthuaj se kemi përfunduar pjatën e parë, ta shohim pak në ekran, bashkë me anvisat në shtëpi, atë pajisjen të cilës duhet i gjejmë funksionin, u bën tashmë disa ditë që po tentojmë të gjejmë se për çfarë na shërben kjo pajisje. Dhe kemi thënë disa alternativa të gabuara, kështu që unë do doja që anvisat ti rikujtojnë dhe të mos na japi sërish ato alternativa pasi do të digjni kështu mundësinë e tyre me një përgjigje që është dhënë dhe është konfirmuar që ka qenë e gabuar. E kemi gati pjatën e parë. Tani, hidhemi të pjata e dytë, përpara se të hidhemi të pjata e dytë, shohim pak përbërësit dhe njerë grafikisht regjia të luta. Le t'ja lexojmë të gjithë përbërësit anvisave dhe kemi recetën e dytë. Linguini me gorgonzola dhe arra, për cilën do të na duhen 400 gram linguini, 4 lugë gjelle uthull molle, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 100 gram arra të pjekura, 300 gram spinash, 200 gram gorgonzola dhe krip. Ndërkohë që në total kalorika 757 për porcion, karbohidrate 76 gram, proteina 26.5 dhe yndyr 39.5 gram. Shumë bukur. Fillimisht, siç kam thënë gjithmonë, para se të përgatisim një pjatë me pasta, do të ecim paralel. Unë kam vënë tenxherën në zjarr për të zjerë linguinët në ujë të bollshëm me krip dhe duke i futur brenda 2 lugë vaj ulliri, altis, që ato të mos më ngjiten. E qartë. Po. Jo, vazhdo me punën. Në një tigan... Ashta provoja njëra të tonin, po i lë dhe pak o të ftofet. Po, shumë mirë. Në një tigan do të vendos vaj ulliri, si zakonisht do vazhdoj me recetat në rastet të tjera për të bërë gati salcën, thash hecim paralel, në një kohë unë filloj të përgatis salcën dhe të vë ujin për të zjerë linguinët, ose spagetit, ose çfarë do lloj makaronin që do të bëjmë ne pastën. Asnjëherë nuk do të zjejmë fillimisht makaronat, pastaj. Do më thënë salca të jetë... Të presim makaronat. Bravo. Kështu kemi thënë. Po, fillimisht, pra, këtu unë do të hedh... Vajnë. 3 lugë vaj ulliri. Dhe një ndër recetat që na pëlqen më shumë të përdorim vajin e ullirit të altis janë pikërisht salcat e makaronave. Aq shumë më pëlqen vaj ullirit sa dish bëra një veprim të gabuar. Më merr një pjatë kështu? Një pjatë ashtu ta marr. Fillimisht unë do të pjek pak fare arrat. Një moment zonja Vjoca, më duket se kemi dhe një telefonuese në linjë. Ja, e gjeta. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Doja të flisja për atë. Patjetër. Do të shfaqet dhe njëherë pajisja në ekran, ja tek është. Po. Më thuaj përgjigjen. Po, mos është hapse për konservat e ndryshme. Hapse për konservat, më duket se kjo është një përgjigje që është dhënë. Jo, më vjen keq, nuk është hapse për konservat, nuk e mbaj mend bindshëm, por më duket se e kam dëgjuar dhe është dhënë nga një tjetër telefonuese si përgjigje dhe ka qenë sigurisht e gabuar. Unë mbaj mend që anvisat në shtëpi na kanë thënë për çorimin e peshkut që nuk ka qenë, për nxjerrjen e bërthanëmave që ka qenë përgjigje e gabuar. Në këtë formë po mundohem t'ju kujtoj se cilat janë alternativat e dhëna të gabuara që mos të bijem në përsëritje dhe të digjni ju mundësinë tuaj. Kemi tjetër telefonat, alo? 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 Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Zonjë, më thuaj, cila është përgjigja që ke menduar? Ajo përgjigja, ajo vegla Pajisja, po. që ke ti aty, është për të thyer arra. Kjo pajisja është për të thyer arrat. Zonja është e bindur? Jo. Nuk është për thyer arrat, më vjen keq. Më vjen keq Ke shumë. pjesa e përparme, ajo e arrave është pak më e gjatë, që të vendosen arrat në mes. Ka një ndryshim Kur domethënë të në dy dalë e pajisjet. tjetër ti e gati e ke përgjigje. Atëherë unë vazhdoj të ka urdis pak arrat, do t'i pjek. Po. Arrat s'ka nevojë për yndyr, sepse kanë yndyrën e tyre. Por nuk do t'i nxij gjithmonë. Sa ti ka urdis, ja është e mjaftueshme, besoj, dhe i vendos në një letër. Tiganët Delimano, Na gjithmonë, ndihmojnë, po. po, ne mund t'i përdorim dhe t'i fshim përsëri me letër. Ja, pam.
Sa komode bëhet gatimi? Mirë, zonja Vjollca, kam një telefonuese tjetër në linjë. Alo? Telefonata u largua, ndërkohë që ne në fakt nuk kemi dhe shumë kohë, kjo do të mund të ishte telefonuesja e fundit për këtë moment të parë. Okej, ne vazhdojmë në pjesën tjetër, unë ndërkohë kam hedhur vetëm vajin. Në rregull. Dhe vazhdojmë kur takohemi përsëri. Do të ndajmë me pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish në Vila 24 pasi do të vijojmë me të dyja recetat që të gatuajmë zonja Vjollca. Recetën e parë pothuajse e përfunduam, ndërkohë që e kemi përfunduar. Tani kemi recetën e dytë. Po mirë, vazhdojmë, ma hidhe dhe një gjë tjetër çfarë vazhdojmë pas vajit. Do të hedh arrat. Mirë, që mos ta lëm vetëm me vajin. Jo. Do të hedh arrat. Mbas arrave do të hedh pak, do ta ul temperaturën dhe do të hedh 4 lugë, 3 lugë, 2 lugë, varet nga sasia që do të përdorni ju, uthull molle. Po, i lexuam dhe te përbërësit. Domethënë, nisim përgatitjen e salcës. Sa më pëlqen ky momenti. Arrat si fillim, vajin, uthullën e mollës. Dhe tani do të soptoj djathtin gorgonzola. Nuk ka nevojë që t'i lëm ato të kafërdisën. Absolutisht fare. Djathtin gorgonzola. Dhe morëm një hisi të shkëlqyeshme pak zonja Vjollca. Po kam përshtypjen që mund të qëndrojmë këtu. Djathtin gorgonzola e vendosim pak më pas, ashtu siç u thash, është përfundimi i kësaj pjese të parë. Do ndahemi tani për pak kohë, publicitet dhe edicionin lajme dhe rikthehemi sërish në Vila 24 në gatimit dhe jemi gati që të përfundojmë recetat, ndërkohë që zonja Vjollca recetën e parë e përfundoi në pjesën e parë, peshkun ton me perime edhe me ves. Po, ndërkohë në tigan unë kam vendosur vetëm vajin, kam hedhur uthullën e mollës edhe kam pjekur fillimisht arrat. Kam prerë në rypa të hollë spinaqin, kryesisht gjethet, jo bishtat, kam prerë, kam shtypur me një pirun edhe djathtin gorgonzola. Ndërkohë, linguinet duan 14 minuta që të na zjejnë. Kështu shkruhet dhe në paketim. Patjetër, në konfeksion, në fillim shkruhet 14 minuta, minutazh i zjerjes. Unë do ta lë këtu 12 minuta, për arsye se gjithmonë një 2 minutë, 1 minutë, unë marinoj brenda në tigan. Shumë bukur, ato duan edhe pak, fare, ndërkohë unë do të hedh spinaqin në tiganin ku kam arrat. Do të hedh edhe djathtin gorgonzola dhe mund t'i ndroj unë këto një qik, ma mban t'i këtë pak? Po. Ashtë. Edhe vendosim të këtu. E ulim temperaturën? Sa më ndima unë të më. Hedhim djathtin. Nuk e lëm shumë djathtin që t'ka urdiset vetëm me arrat. Hedhim dhe spinaqin. Ashtu, që fillimisht ka një volum të madhë, më pas me njerë spinaci bie. Kem supermenç. Po. Më zonë se daluar. Tashmë zonja Vjollca mund të arri shumë mirë të daloj edhe se sa i freskët është spinaci. Në këtë rast, edhe nëse ne spinaci nuk na e ullë vëllimin, është i pranushëm, do të hedhim linguinet që do t'jenë të zjera, dhe duke u bashkuar me linguinet, a i sigurisht që do t'a uli volumin e ti. Nuk na duhet spinaci shumë i zjerë. Okej. Ndërko, kemi një telefonues në linjë. Këtë recet e përfundojmë pastaj e mbaj mëndur. Alo? Përshëndetje, zotri, mirë se erdhe dhe mirë mëngjes. Mirë se erdhe. Ka makinën për ngrofi uja, ja? Paisja, për çfarë? Paisja, për të ngrof ujtin në... Thotë zotnia, s'ka faj zotnia, ti nuk i ka arritur ato, ato ko, po nuk ka faj, se mund të angatroj, kanë qënë ca spirale të vogla, në kohën time, kur kam qënë unë si ti, për ngrojen e ujtë. Për ngrojen e ujtë, ka pas në madhësi të ndryshme, ka pas dhe të vogla si për kafe, për qaj, ka pas dhe të mraja. E qartë, unë të vërtet që u qudita nga përgjigja, por ja që zonja Vjollca nuk i lë rast që unë quditem dhe më sqaron me një herë, por zotri më vjen keq që nuk ishte për ju përgjigja e saktë, megjithatë do të keni rastin që në një moment tjetër të gjeni përgjigjen e saktë dhe sa mirë do t'ishte pastaj sepse do të kishin mundësinë zotria, pse jo me zonjën e tij, të shkonte të shijonte atmosferën në resort Kamet, cilin do ta ndjekim pak më pas, pasi kemi një tjetër telefonuese në linjë. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita. Mirë se erdhe. Mendoj se është për ta hapur konservat. Për ta... është konsumuar zonjë kjo përgjigje. Jo,
Jo, ne na vjen keq që Siç e ju në një shikojmë, mënyrë do gjët në këtë moment djathi gorgonzola pothuajse u shkri. Unë nuk e dua spinaqin që të më tretet komplet dhe në këtë moment mua më kanë kaluar minutazhi, po, 12 minuta për linguinët. Por na kanë mbetur edhe 2 minuta. Ashtu, po unë i kam futur Sepse 2 minuta do t'i vendosim këtu. Bravo, thash se mendove për minutazhin këtu. Ti zënë Vjoca vijoj qetë, unë kam një tjetër telefonuese në linjë. Alo? Alo, mëngjesi. Mirë mëngjes, e dashur, mirë se erdhe. Më thuaj, cila është përgjigja? Përgjigja, më të shtyp se hurdhash? Shtyp se hudrash? Jo, nuk është shtypsja e hudrave. Nuk e mbaj mend mirë, gjithashtu nëse kjo përgjigje është dhënë dhe më parë, megjithatë jo ishte përgjigja e gabuar. Ja tek i shtoi zonja Vjoca linguine tek tigani ku është përgatitur më parë edhe përmbajtja e salcës, le të themi. Karni tyres që do të shoqëroj makaronat. Po. Tërkohë, zonja Vjoca, ne do t'i lëmë edhe 2 minuta që të ka fërdisen me njëra tjetrën dhe të shpërbëhet shija. Alo? Mirë mëngjesi, dashur, mirë se erdhe. Faleminderit. Mund të marrë pjesë e kuici juaj? Patjetër. Më thuaj, cila është përgjigja? Mendoj, mos është përreqjen e farave të ullinjve, të bërthamave të ullinjve? Jo. është dhënë kjo përgjigja, jo, nuk është ajo e sakta. Ose po na bën kjo pajisja, po na e vështirëson kaq shumë përgjigjen e... Ka na fat edhe nesër, që të shkojnë të kalojnë një fundjavë, aty ku natyra ka bërë mrekullira. Dhe? Ku ka zbukuruar çdo qoshe në bar resort Kame. Pale, ai ajri aq i mirë, aq i pastër që unë duhet të shkoj patjetër zonja Vjoca se me të Pale, gripin që më ka gurgullima zënë. e lumit, erzen. Pale, ati ka shumë pale. Pale, Shkoni dhe zbulojni vetë. Ashtu, alo? Alo? Mirë se erdhe, zonjë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Unë mendoj që pajisja mund të jetë për hapjen e kapakëve të shisheve. Për kapakët e shisheve? Të shisheve. Jo, nuk është as kjo përgjigja e saktë. Në fakt, diametri i asaj pjesës rrethore do t'ishte ideal. Ndërkohë, pa zgjatur shumë përpara se të kemi telefonuese tjetër në linjë, zonja Vjoca, dua ta shoh pak atmosferën e resort Kame. Po. Bashkë me Anvisa në shtëpi, le ta ndjekim një herë dhe rikthehemi. Aty ku buron melodia. Aty ku qetësia merr fjalën. Aty ku gëzimi zgjat. Aty ku e ardhmja hedh rënd. Resort Teatr Park Kame. Natyra në skenë. Resort Teatr Park Kame, natyra në skenë. Po pse ma fsheja të arën që po më pëlqen të ashtu? Ma Po vërë këtu edhe ka një arra sa tjetër. duash, me themene. Ja, Ashtë. na dhe një tjetër. Ja, arra sa të duash. Ashtë mrekulli. Zonja Vjoca, aroma është fantastike, po do ta shijoj pak më pas. Ase vëndushim që ta shijosh. Ndërkohë ne do të vijojmë me telefonatat tona që të arrim të kemi një përgjigje të Po, saktë. po unë desha të theksoj Anvisave që gjatë kohës që unë bëra gatimin këtu me arra, me djathë gorgonzola dhe me uthull, e theksoj. Asnjëherë krip në këtë moment, për arsye se djathi gorgonzola ka shumë krip. Po, djathi I kam hedhur krip vetëm pak, duke kursyer dhe dorën në zjerjen e... Tek makaronat. Po, makaronat. Po, pjesa me madhe shpërbehet në ujsh. Po, me një mas edhe atje duke e kufizuar dorën, i hodha 2 lugë vaj ulliri, që ato t'jenë të shkrifta dhe mos më ngjiten. Siç duket. Po, dhe kur unë përgatita këtu salcën që do të përgatisja pjatën e pastave, nuk hodha as pak fare krip. Krip, e qartë. Alo? Kemi një telefonues, më njoftojnë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Më thuaj, cila është përgjigja që ke menduar për pajisjen që shfaqet në ekran? Mendoj mos është për arrat. Është konsumuar kjo pyetje. Jo, nuk është për arrat. Por regjia, për çfarë është kjo pajisja? Tani unë dua ta di.
anvisat me të drejtë çfarë nuk po mendojnë në mendjen e tyre se për çfarë mund të shërbej dhe po na japin shumë alternativa edhe pse disa janë përsëritur dhe unë tentova që t'ja vënë në vëmendje që në momentin e parë që nisem emisionin që mos të ripërsërisim të paktën alternativat që kanë qenë të gabuara, por sigurisht që diçka dhe përhumbet në përgjigje, jo gjithçka mbahet mend. Ai qartë, kemi një tjetër telefonuese, alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirë se erdhët dhe më thuaj cila është përgjigja që keni menduar për pyetjen. Përgjigja që mendoj unë është për birat, për hapjen e birave. Hapse për shishet e birës. Jo. Nuk është hapse për shishen e birës, më vjen keq, zotria u largua, sigurisht përgjigja ishte e gabuar, as për atë nuk është një pajisje specifike, se për çfarë shërben në mënyrë specifike unë nuk e di. O, sallami Tulon, i hedhës që më bën nga shumë net. Që ma mbarove komplet kutin. Po se një po mos e thuaj të Unë gjitha. kam kosh në kosh sa plot, po ti ha shumë sallamin Tulon, nuk e di. Të paktën përdor nga këto të tjerët. Po, të gjithë me radhë, mos ki me radhë, kishte thjesht në epsi fillimi, duke qenë se Tuloni dhe kremviçet e pulës janë dy produkte të reja të EV-s, dhe unë jam e prirur që të eksperimentoj këto shijet e reja, që më pëlqejnë ka shumë, për më tepër që kur flitet për EV, kam gjithmonë garancin e emrit edhe të shijes, për më tepër dhe cilësisë. Ma unë i thosha në mëngjes, ata skuq dhe me një vezë, tash? Jo, kështu s'është nevojë ata skuqesh fare, vetëm ta presi çik kështu edhe ta. Po më duhet energji, zonja Vjolca, unë jam në emision, anvisat në ndjekin, më duhet që të jemi komunikueshme. Është një produkt që mund të konsumohet, se këto ishin për humor, mund të konsumohet në mëngjes, mund të konsumohet në drekë, mund të konsumohet në darkë. Gjatë gjithë ditës. Gjatë gjithë ditës. Edhe me receta që ti na i ke servirur hera herës. Me aksesorë të tjerë dhe me receta, por shumë bukur mund të konsumohet dhe ashtu. Kemi një tjetër telefonat në linjë, alo? Përshëndetja. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhe. Desha të marrë kujt të... Po, patjetër, më thuaj. A është për temperaturën e gjellave? Për temperaturën e gatimeve. Po, E kishte fjalën për termometër, ja. Jo, nuk është termometri dhe në fakt, nuk e di zonja Vjoca, është e nevojshme në përgatime që të tim fiks në njërë se sa është temperatura, pasi përcakton si përbërës edhe përgatitjen. Mirë. Si që dim, vaj altis për shumë nuk ka nevojë shumë që të digjet, vetëm të ngrohet. Megjithatë, ne të ndalim në qike dhe ke linguine, të themi që një porcion, ja, ky porcioni që kam nxjerrur këtu, është i barabartë me 757 kalori, nga këto 76 janë karbohidrate, 26.5 janë proteina dhe 39.5 janë yndyrë. Pra, e kombinuar me recetën e parë, është fiks një ushqim i mrekullueshëm për konsumuar ju në një drekë dhe që të keni energji, forcë, hare për gjatë ditës. Zonja Vjoca, këtë nuk e diti, këtë e di unë. Po, edhe do ta them tani, sa po ti provoj pak të dyja, kështu që po e nis nga receta e parë, pasi e lash mjaftueshëm që të ftohet, tani është gati. Mund ta konsumosh së bashku me vezën, ëh? Patjetër, që nuk e deshe në mëngjes. Po më pëlqen shumë edhe kështu. Ashtu. Edhe është ajo që e pa e njom, që ka bërë diferencën absolute dhe ke të drejtë që mund të konsumohet shumë mirë, duke shoqëruar vaktet dhe pa e bërë pjesë të një tjetër gatimi, njësoj si ajo fërgesa shqiptare që dhe ti po, me përbërës të ndryshëm. Tani, radha e pjatës së dytë. Pak spinaq. Pak arë, e lyrë me djatë gorgonzola. Po. Vetëm nga emri, gjithë këto përbërës janë shumë cilësorë. Prit, se kemi punë. Speciale, a? Bëftë mirë. Absolutisht speciale, zonja Vjoca. Unë jam shumë kënaqur me shijet që ne ju servirëm në tryezën tuaj si çdo ditë të gjitha anvisave në shtëpi, të lumshin duart sigurisht për të dyja recetat. Dhe ju bëftë mirë të gjitha atyre që na kanë ndjekur. Do t'i bëj mirë patjetër, pasi do t'i gatuaj në shtëpi, por ndërkohë që i gatuaj në shtëpi të gjitha anvisat kanë mundësinë që të na ndjekin edhe në Këndi i Kuzhinës në Vila 24 në YouTube ose në Ballkan